Për 121 subjekte private, ndër të cilat një pjesë e mirë janë ndërmarrje të mëdha, ka trokitur mandati administratës së re të tatimeve. Fjala është për zbatimin e një kërkese të ligjit për procedura tatimore, miratuar nga mazhoranca e djathtë mes shumë polemikave që përcakton kushtet në të cilat tatimorët janë të detyruar të shpallin zyrtarisht falimentimin e detyruar për ndërmarrje private apo shtetërore. Ndër këto subjekte bën pjesë kompani të njohura si Alpine Bau i austriakëve, ortak të publicistit Fari Balliu që kanë përdorur më parë si administrator dhe kunatën e tij, duke marrë të paktën 3 objekte të rëndësishme infrastrukturore për ndërtim, kthesën e Kamzës, segmentin Fiervlor dhe një pjesë të rrugës nacionale Levan-Tepelen. Faktikisht kompania austriake ndodhet në një seri gjyqesh kundër kontraktorëve të saj shqiptar të mëparshëm, por kjo nuk ndaloi tatimorët të marrin masën e kërkesës për shpalljen e falimentimit që mund ta vendosë vetëm gjyqësori. Në listën e tatimeve figurojnë dhe kompanitë e biznesit të naftës Rezar Taçi, Kuid dhe Taçi Oil. Në sektorin e karburanteve bën pjesë në listë edhe sektori mirënjohur Fisheku me qendër në Fier, ndërkohë që firma e transportit ajror Albatros e goditur nga qeverisja e mëparshme për shkaqe kryesisht politike, që lidhet me pakënaqësinë e ish-kryeministit Berisha ndaj ish-presidentit Mojsiu, ka kohë që ka pritur një masë të tillë. Nga Vlora dhe nga Durrësi numërohen në këtë listë një numër mjaft i madh i subjekteve të penalizuara.